Vetëm pak ditë më parë në Korçë është organizuar Olimpiada Ballkanike e Matematikës, ku kanë marrë pjesë studentë nga vende të tjera. Nga 115 pjesëmarrës, asnjë student nga universitetet shqiptare nuk fitoi qoftë edhe një medalje të bronzët. I pyetur për këtë, Artur Adili, një nga organizatorët e kësaj olimpiade, pranon faktin se asnjë prej studentëve shqiptar nuk është vlerësuar, por nga ana tjetër thotë se studentët kanë nevojë për më shumë pjesëmarrje në olimpiada të tilla. Sipas Adilit, kurrikulat janë të njëjta me ato të vendeve të tjera, por pedagogët duhet të bëjnë më shumë për rritjen e nivelit mësimdhënies me studentët. Ky ishte një aktivitet që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri dhe këtu nuk cilësohet ose nuk vlerësohet niveli që zhvillojnë, niveli matematikës që zhvillojnë ata në kurrikulat e tyre. Bëhet fjalë për një olimpiadë, bëhet fjalë për elitën e studentëve të Ballkanit dhe më gjerë. Problemi kryesor nuk është tek studentët, por le të themi është një fillim i ri, si mund të thuash. Faji në thonjza ose përgjegjësia kryesore këtu është e stafit akademik, sepse duhesh e punuar me këta studentë përtej kurrikulave ose duhesh e punuar në një afat kohor më të gjatë, në mënyrë që të prisin rezultate. Por gjithmonë ka një fillim. Kjo është të matin forcat me universitetet elitë të Ballkanit. Domethënë ne bëm diçka në fushën e matematikës, bëm diçka që asnjë universitet në Shqipëri nuk e ka bërë. Matën forcat me universitetet elitare të Ballkanit dhe më gjerë. Dhe duke bërë këtë veprim, dolën shumë problematika që ndoshta nuk do ishin zbuluar nëse nuk e kishin bërë këtë olimpiadë. Le të shërbejë kjo nis me Universitetit Fanolip për të zgjuar në farë mënyre edhe të gjitha universitetet e Shqipërisë, të shërbejë ky organizim, kjo olimpiadë dhe një si lloj shkundje, që ne flasim për ndërkombëtarizim në të gjitha nivelet, por ai ndërkombëtarizimi duhet të vijë që nga brezat e vegjël, duhet punuar me gjenerata dhe gjenerata. Krahas studentëve nga Ballkani, në këtë olimpiadë kanë marrë pjesë edhe shumë studentë nga universitetet e Korçës, Durrësit, Tiranës dhe Shkodrës.